Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Sheri mes Neada Muçaj dhe Engji Nasufit. Zbulohet skenari që fshihej pas përplasjes. Moderatorja Neada Muçaj, teksa ishte e ftuar së fundmi në një emision, ka folur për herë të parë për largimin e saj nga topi, një situatë që në atë kohë u shoqërua me shumë zhurmë dhe aludime për konflikt fizik me kolegen e saj Engji Nasufi në emisionin e mëngjesit. Ajo dha versionin e saj për atë që ndodhi. Në fillim Neada theksoi se mënyra si u trajtua situata nuk ishte e drejtë dhe se shumë gjëra mbetën pa u sqaruar publikisht. Sipas saj, largimi nuk u bë në mënyrën e duhur dhe pati mungesë transparenca. Por teksa të gjithë mendonin se ngjarja ka ndodhur pas kuintave, duket se gjithçka është e regjistruar sepse dy vajzat kanë debatuar në publicitet teksa emisioni ishte live. Dhe shkak është bërë batutat e njëpasnjëshme që të dyja kishin karshi njëra tjetrës. Vetë Neada zbuloi disa detaje ku edhe është dashur që të nxjerrë në pas se pas kësaj përplasje ka pasur një skenar. Duke marrë parasysh të gjithë situatën, mënyrën se si ndodhen gjërat, unë mendoj që nuk është një formë për ta shkëputur një njeri apo për ta hequr nga gjërat që ai do, sepse shumë gjëra nuk janë folur dhe nuk janë sqaruar. Mua nuk më pëlqeu fare si situatë dhe qëllimi i saj ishte patjetër që unë të bëhesha pjesë e një formati shumë të ndjekur, pra ishte oferta më e mirë e mundshme për mua. Nuk ka diçka të vërtet pas atyre titujve. Unë nuk jam një njeri që konfliktohem në vendin e punës. Ka njerëz që kështu duan të ecin në jetë përmes skenarëve të ndryshëm dhe unë u gjenda pa dëshirën time. Ishte surprizë për mua. Ka pasur një provokim që ka ndodhur gjatë një shkëputje publicitare kur kemi qenë në transmetim. Nuk ka pasur një sher fizik, por është e vetmja formë që ti të bësh zhurmë dhe për sa kohë zhurmë ma shet, bujrum, le t'japim gaz, ka thënë ajo. Sa kaq për këtë sher ka reaguar edhe vetë Engji pa kohë më parë. Ajo ka mohuar se mes të dyjave ka pasur përplasje fizike, por shton se ka pasur vetëm debate të formave të ndryshme. E vërteta është kjo, në punë ka konflikte, ka debate. Konfrontime fizike kur? U mërzita kur lexova këtë gjë sepse është e shëmtuar. Po ashtu moderatorja zbuloi se nuk ka kontakte me ish-kolegen e saj dhe arsyeja sipas saj lidhet me mënyrën se si ajo koncepton komunikimin mes njerëzve. Unë i vlerësoj shumë njerëzit kur ulen me këmbë në tokë, të vinë përballë dhe të komunikojnë me transparencë, tha Engji Nasufi.